Kanë kaluar pothuajse 40 orë nga fillimi i një prej ndeshjeve më të rëndësishme për futbollin e Kosovës viteve të fundit, ndeshjes Suedi-Kosovë. Ndeshje në cilën u arrit fitoria e dytë e Kosovës në këto kualifikime për kampionatin botëror të vitit 2026 dhe e dyta ndaj të njëjtit kundërshtar, një emri të madh të futbollit botëror siç është Suedia. Prandaj në edicionin e tretë të podcastit të FFK-s do të flasim me një prej protagonistëve kryesor të asaj ndeshjeje. Pasi paraprakisht kemi biseduar me kryetarin Ademi dhe selektorin Foda, është koha të flasim me Vedat Muriqin, një prej emrave më të shquar të futbollit kosovar aktualisht dhe i cili priu si kapiten e ekipit kombëtar në dy ndeshjet e fundit përfshir edhe fitoren ndaj Suedis. Përshëndetje Vedat. Përshëndetje. Je këtu në Majorkë, fillimisht më trego a ke pushu hiç ajo? Jo, pak më ka dha, po s'është problem, asi që mas fitores është gjithmonë kjo lodhje e lezetshme, kështu që mirë është akoma jam alla të momentet e ndeshjes, kështu që pushojna kena kohë. Për këto derisa më të pyet se e di që je një prej futbollistëve që pothuajse nuk mrin me flajt as pak në natën e parë pas ndeshjes, e sidomos pas një fitore aq euforike se ajo ndaj Suedis, atë kanë kaluar ala plotësisht emocionet e fitores ajo? Jo, vallai, jo, me të vërtet jo, sepse ka qenë, siç të edhe ti më herët, një fitore me të vërtet madhështore, një fitore shumë e madhe. Besoj që nuk kam prit shumica njerëzve, domethënë opinioni futbollistik i botës i kualifikimeve, kështu që kemi arritur qëllimin, kemi arritur fitoren e madhe, kështu që normal mastojës ja është euforia, është ajo atmosfera e ndeshjes, edhe kur shtohet edhe fitoria, do me thonë gëzimi, kështu që gjumë nuk ka, je i lodhën, je i dekun, po nuk ka me rëndësi kur po fiton, po ja vleka, po thu do me thonë vetit, po ja vleka gjësten, kështu që mire. Po vjen shumë mirë që po i dëgjoj këto fjalë. Vedat, para se të flasim për përgatitit për ndeshjen dhe momentet vendimtare në ndeshje, sot e ke pas stërvitjen e parë me Majorkën pas kthimit. A të komplimentuan shokët e ekipit ajo, apo befasor me formën e kombëtarës? Po, më komplimentuan me trener, me staf, me gjitha, kështu që edhe ata faktikisht thash më herët, thash me qëllimisht sepse edhe ata nuk e kanë prit një fitore e mundshme Kosovës në Suedi, sepse tashmë siç edhe ti vetë më herët, Suedia është një kombëtar e madhe, besoj që e kanë ekipin më të mirë në historinë e tyre me sulmues siç është Isaki, Gyökeres, Elanga e këta tjerë. Kështu që nuk e kam prit ata edhe çdo herë që më komplimentuan e thash si është situata tash, a mundi mu kualifiku edhe hapshin telefon me pa pikë me pa me kundërshtar siç e kemi, kështu që para meje ata ja nisën me shti lapsin, nëse hupni qito, nëse fitoni qështu, nëse barazoni qështu, kështu që është gjithmonë mirë më kthy kombëtare, më kthy në ekip pas fitores me kombëtare. Ne apo na kallzon që shudonin llogarit apo kualifikohem ajo? Valla që të llogarit që e bonë këta tjerën, po, kismet. Vedat, le të kthehemi pak në pjesë pak më serioze të kësaj bisede, të flasim për përgatitjet e ekipit kombëtar në përgjithësi për dy ndeshjet e tetorit. Ka qenë karakteristika ajo që e ke thënë pas ndeshjes me Sloveninë dhe që besoj se mund dalë vendimtare në fund që të mos nënçmohet ajo pikë dhe ai barazim. Fitoria ndaj Suedis, a e bëri edhe më të fortë atë pikë të arritur në shtëpi ndaj Slovenisë, duke i mbajtur gjasat reale spaku për vendin e dytë në grup? Plotësisht. Unë me qëllim edhe në intervistat pas tojës me Sloveni që e bona, thash e kemi pas eufori, gjithë shteti, ka pas njerëz që ndëgjosha që pritin një fitore kundër Slovenisë me golead me 3-4-0, kështu që edhe i thash me qëllimisht që mos ta nënçmojmë këtë pikë, edhe besoj që këtë pikë e kemi bo më të vlefshme me fitoren ndaj Suedisë, kështu që fal asaj pikës besoj që tashmë jena tu bisedu. Nëse barazojmë kundër Slovenisë po kualifikohemi me play-off, nëse hupim apet me një pikë po mundemi me kualifiku, e disa gjëra, domethënë plot kombinime tjera. Kështu që kam ditë pse kom thonë këtë, futboll gjithmonë kom thonë edhe më herët është me rëndësi, nëse s'mundesh me fitu, është me rëndësi mos me hup. Sa i përket përgatitjeve, kemi 3 lojë që s'kemi marrë gol, gjë që është shumë me rëndësi për një ekip. Ti e kon edhe aty ekipa, moralisht, fizikisht, mentalisht, gjithçka kemi qenë gati edhe kundër Suedisë, edhe besoj që me djenin që me një fitore ose 2 fitore radhazi kundër Zvicrës edhe Slovenisë mund ta kualifikohemi edhe direkt. Besoj që djemt edhe une kemi marrë me një motivim edhe me një eufori të jashtëzakonshëm, gjë që ka me na ndihmu shumë në këto dy ndeshje të radhës. Vedat,
në dy kampanjat paraprake kualifikuese që janë për ne, sepse përvoja jonë në gara ndërkombëtare nuk është shumë e gjatë. Në dy kampanjat paraprake kemi marrë veç një fitore. Tash në këtë kampanjë menjëherë kemi 2 fitore. Çka ka ndryshuar kaq shumë te ekipi kombëtar në këtë periudhë prej 8-9 vitësh, prej kur ti je pjesë e ekipit, pothuajse 10 në fakt? Po, faktikisht besoj që gjithmonë kom thonë edhe më herët, jemi një shtetëri, jemi antari më i ri i UEFA-s edhe na mungon eksperjenca. Edhe fal eksperiencës tashmë që po çdo lojë, çdo herë më shumë po fitojmë eksperiencë. Po vinë lojtarë të ri, siç e pa edhe vetë, domethënë lojtarë të ri që po e lojnë bëjnë koxha fjalë në arenat ndërkombëtare edhe evropiane këtu që nëpër Bundesliga, Serie A, të gjitha ligat tjera, kështu që besoj që e kemi një ekip të ri, me shumë eufori, me mentalitet jashtëzakonisht e fortë që po më pëlqen personalisht. Mund të them se jemi një ekip me plot ushtar, kështu që arritëm me kallëzu këto edhe në fushë këto 3 lojët e fundit. Diferenca edhe si futbollist personal kur je pa eksperiencë, të doket që don me mri edhe mrena fushës gjithka, po nuk është e mundën. Për shembull, të marr për veten. Po na respektoj. Sa të ka mungu personalisht në aspekt të udhëheqjes së grupit të futbollistëve gjatë krejt kampit Amiri? Amiri është... Sepse cilësitë e tij fush dihen, por po flasim edhe jashtë fushës në udhëheqje të ekipit gjatë krejt kohës. Sa të ka mungu Amiri për krah? Po normal me pas Amirin edhe për krah është më ndryshe, është më lehtë sepse shumica në rasteve i ndajmë edhe punën edhe peshën që e kemi. Jashtë fushës jam të folë, domethënë për ndryshe ti e din që është Amiri, me Amirin është më lehtë. Kur lypin diçka lojtarët, unë jam pak më monona me gjetë edhe pak mënyrën me thonë okay, që po monohemi, po Amiri është nëse e shet të arsysh me Amiri, thot okay, po, nëse thot jo edhe pik. Kështu që ka herë po mungon ajo qartësia, drejtësia e Amirit që thot po ose jo edhe u kry. Shpresojmë që në nëntor të ta kesh më të lehtë edhe këtë punë. Sa i përket pjesës së sulmit, vetat e përmenem, në fakt në defanziv nuk kemi pranu 3 ndeshje radha zi gol përkundër mungesave të mëdha që e kemi pas. Sa i përket pjesës së sulmit, ke folë disa herë me komplimentet më të mëdha për 2 bashkëlojtarët që në një farë forme e ke edhe konkurrent për pozicionin, qoftë për Fisin, qoftë për Albionin. A ke dash thjesht me tregu modestia, apo janë vërtet gjëra që ti mendon për ta? Ato që i ke thënë të kaluar në për konferenca për media e të tjera? Je ndër persona më të pakta që i din që se kum pas për modesti këto. Besoj që e din, tash s'po të shoh ftyrën, po e din ti. Kështu që ti e din që nuk ka qenë kur far modesti edhe nuk u kon çfarë me bë vetë, sepse me bë modesti unë nuk besoj që fitoj najsen, kështu që jena për kontare, më kon me ekip, ndoshta kisha fol më ndryshe, apo kisha me në pak më modesti, me fitu diçka tjetër, e plotësinë e tjera. Po me të vërtet besoj edhe njerëz kam pa, sidomos 2 lojt, Suedin që fitëm lojën e parë që u kon Albioni, edhe pse s'ka lujt si sulmos, ka lujt si kraun e majt, sulmos i kraut majt, kështu që kam pa njerëz, domethënë fjalët e mia që nuk kanë qenë kur farë përfitimi nuk e kum pasune për rastësishme, kanë qenë komplimente për ata edhe besoj fuqishëm që kanë me bart peshën e sulmit kombëtares tonë për gjatë vitet shumë të tjera, sepse unë tashmë pe vlerësoj veten si veteran, më 31 vjeçar, po shpresoj para se mu domethënë me lon kombëtare mu kualifiku një herë s'paku kupën e botës, edhe tashmë si jemi shumë afër, me të vërtet çdo ditë më shumë, veç po më hin mendime, tu menu, tu lut lojt e radhës, mendime, tu bo plane kësaj, kështu që këto janë senet mira në aspektin e karrierës tonë, kështu që kur po flet për këto mendime, po flet për mendime për kualifikim? Mendime për kualifikim, po, më rritën shpresat, edhe si shta se është target, i mendimi jem është që të paktën një herë me prezantu shtetin tim me qenë pjesë e asaj ekipit që kam udhëtu dhe kam fjalën për tash për në Amerikë, për Kupën e Botës, ose Kupën e Evropës, edhe pastaj mund të them që tashmë jam qetë, edhe Bajram unë ti takohemi. Po më vjen mirë që shtyte pak datën e pensionimit. Se fillimisht të provizore dhe së botnori.
Po jo, mu kualifiku, me rëndësi mu kualifiku. Pastaj pas kualifikimit, kur reprezentoj shtetin, aty ndëgjoj himnin, aty mes gjitha shteteve, gjitha njerëzve, kështu që pastaj bisedohemi, nuk ka me rëndësi kjo pjesa tjetër. Falem për rëndësinë e fitores ndaj Suedis, por sa ishte e vështirë me qenë në fush në atë ndeshje edhe me lujt me kretat presion, sepse një humbi me ma shumë se 2 gola dallim që ishte rezultati ndeshjes parë do ta komplikante edhe ma shumë situatën tonë në grup. Po e dim që Suedia, do më thonë, kemi luajtur para Suedis që kam pas vetëm 1 pikë, edhe siç thash edhe më herët e përmenda që ka qenë, besoj që ekipi më i mirë i Suedis ndonjëherë në historinë e tyre si kombëtare. Ndetër, është edhe ekipi më i mirë në këtë grup, përfshi edhe Zvicrën që është ide. Po, para grumbullimit, nëse të kujtohet, patëm folë edhe na para lojës parë që kemi thonë që Suedia është favorit i grupit. Pastaj u bë që shuvo Zvicra normal, nuk e besoj që kemi nënçmu apo diçka se Zvicra më njeh këtë bota dhe miqësorët e kanë kallëzuar më herët që besoj që kanë mujt Meksikën 3-0, Amerikën me golea, kështu që kthehen atë tema, u kone vështirë sepse kemi mujt njerë, po që si thash edhe po du me lidhë edhe pak me eksperiencë, se që kemi dalë fush janë konë shumica janë konë lojtarë të ri, po unë personalisht e mora pak si e disha që ata e kanë presionin, edhe ata kanë me bo çmos për me fitu ndeshje, sepse ndeshje duhet me qenë edhe realist, na kam pasi mujna me mujt Kosovën edhe me marrë hollë më këthy piktuit të 2 ndeshje tjera edhe me kompletu 90 pikë të paktën me shku me play-off, kështu që po kur e ki presionin është akoma vështirë me lujt, kështu që na jena konë pjesa, besoj që kemi qenë në pjesën më të mirë të lojës, nëse krahasojmë me Suedisë, se s'kemi pas presion. Kemi pas presion personale që dojshim na, që dojmë me çdo kusht mu kualifiku, edhe kjo është gjë e mirë, edhe motivan më shumë. Kështu që mrena fushës nuk u vrejke shumë presioni që kanë lojtarët, po u vrejke që po munohen, po s'po ju del. Edhe na po ju vështërsojmë punën e tyre, kështu që po. Bedat, për vite me radhë kena luajtur me kundërshtar të fortë, kemi tregu ndoshta futboll pak më ofanziv, kemi kriju ndoshta raste, kemi shënu gola mirë, po ka qenë e vështirë të merren rezultate të mëdha ose s'paku fitore të mëdha. Kohës fundit kemi nisur një futboll pak më ndryshe dhe jemi mësuar në farë forme me thonë me vujt në aspekt defanziv pak më shumë, po me qëndru. A është që një prej arsyeve dhe mënyrave se si e kemi marrë këto fitore ndaj Suedis, edhe se si duhet vazhdojmë edhe nëntor për të synuar rezultatin ndoshta më shumë se sa bukurinë e lojës? Këto fundit po përgjigjet na pyetash 100% po. Personalisht kur nuk më ka interesuar loja, a kena bë mirë, a kam luajtur mirë apo kena në fund, nëse kena rezultatin, urime, e merr 3 pikën edhe fiton ndeshjen, kështu që nuk më intereson ajo pjesa forte e lojës. Ky është pak më puna që është tifozeria që ka qef me pa edhe lojtë mirë, edhe trajneri ka mundësi që don me fitu, po me fitu me lojtë mirë, po personalisht mu nuk më intereson, derisa fitojnë lojën, qysh tek, absolutisht nuk më intereson. Sa i përket lojës, po e kena ndryshuar, besoj që po mbrohemi tashmë po luajmë me 5 mbrojtësa për mas, me 3 mes fusha, jo veç asaj që vetëm po mbrohemi, po e kemi besoj edhe lojtarët që me këtë sistemin e lojës që e bojmë na, janë besoj që përshtaten shumë mirë në këtë sistem, si është për shembull këtë lojën e fundit, po marr shembull Leoni, që besoj që pozita e tij është ashtu që mes fush nuk e kalon vend pa shkelur, që bile mastrues e pash kishte vrapuar më duket 12.9 kilometra që 856 më duket ke saktë. Po, nuk e di saktë, po më duket çast i pari kjo, është koza mergimi po ashtu 12. Kështu që besoj që kemi edhe lojtarë, si thash edhe më herët, jemi ushtarë që pa marrë parasysh çfarë pune jep, munohen me kry me gjithë me shpirt. Kështu që po besoj që ky sistemi lojës na përshtatet mirë, po mbrohemi mirë. Ka pas me Suedin mas 20 minutat e fundit, sepse normalisht edhe na si sulmues u kthym shumë për mas, po me rëndësi u konë që Suedia ka marrë topin, por nuk e ka kriju shumë rrezik. Për pos, po shumë raste, për pos 2 herë me kokë më duket Isaku, që Aro një e bone një parat jashtëzakonisht themi që gjithmonë, kur kemi nevojë për to, ai gjithmonë është aty, nuk kemi dyshim për to, kështu që duhet me vazhdu kështu, na si Kosovë, kur e qesim mentalitetin ton, karakterin ton, qesim në fush, gjithmonë kemi dalë fitues, edhe shpresoj që këto 2 lojët e fundit me vazhdu me një të rritëm edhe me sistem.
Ka mbet fiks edhe një muaj deri tek ndeshja radhës, që është me 15 nëntor kundër Slovenisë në Ljubljan. Njerëz në Kosovë normalisht të nxitur edhe nga rezultatet edhe nga mundësia reale spaku për play-off, ka nisë prej tash flasim për atë ndeshje, sikur mezi s'po e presin atë ndeshje. A keni filluar edhe ju me mendu për ndeshje qysh tash që është një muaj më herët, apo je tash komplet i fokusuar te klubi që do të ishte po ashtu normale? Normale kishte me qenë që kjo, po halas po me dal për euforis për atmosferës lojës kalume, kështu që e lema me menu për Slovenin. Kështu që me të vërtet, kur po edhe dje, edhe sot kur po rritë që do më thonë këtu shfi po menoj, do më thonë të fol vetë me vetë me thonë, a jetu ditë veda që kena arrit na, do më thonë prak të historisë, jemi në prak të historisë. Edhe po shpresoj që kam u plotësu kjo dëshira jonë, nëse vazhdojmë këtë rrugë që i kemi majtë deri sot. Sa i përket po, deshe kjo të vjen mend, se edhe ekipa është me rëndësi, po gjithmonë nëse ekip pa edhe ti, kur lumë për kup edhe për ligë, e di që është liga shumë ma e gjatë edhe nuk e vënon mendje shumë anej, po kur jenë kup, qerek finale, gjysmë finale, menosh ma shumë nga anej. Po që po thu, është rasti jonë, tash duhet me fitu këto dy loja dhe mu kualifiku edhe njëta kjo, që e di që me Majorkën, deri në fund vitit, këtu jam, s'kam ku shkoj, edhe duhet me luj këto loj. Edhe për ato, ala nuk jam, nuk e kom këthy fokusin, po duna me këthy se shturën e kam lojën, Bajram, nora 2, kështu që duhet më këthy sa ma shpejt, edhe pastaj kur afrohet koha, normalisht kur grumbullohemi, fokus total kundër Slovenisë. Absolutisht. Vedat, të flasim këta minutat e fundit të bisedës edhe për Majorkën, por edhe për Vedatin si futbollist dhe si njeri në përgjithësi. Ta hekim pak presionin prej kombëtarës, sepse falem goxha gjatë për kombëtarën. Nuk e keni nisë mënyrën më të mirë të mundshme sezonin me Majorkën, që është e kundërta e asaj që ishte një vit më herët kur ishit goxha më mirë. Si po shkojnë gjërat në klub aktualisht? Si është situata atje tash? Edhe si po ndihet personalisht aty? Po, personalisht po ndina mirë, sepse tashmë në janari e boj plot 5 vite që janë këtu. Sa i përket pata rastin edhe më taku shokët edhe më thanë se kam punu mirë, kam punu faktikisht një mini pre-season kështu fazë përgatitore, dhe janë kënaqur edhe pata mundësi me bisedu me trenerin që është i kënaqur për performancës lojtarëve. Sa i përket rezultateve, e kemi ditë që kemi një kalendar shumë të vështirë, që 2 lojtë e para vetëm Barcelona Real Madridin, pastaj patëm Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad, tash e kemi Sevilla, kështu që lojtë shumë vështira kur menon kështu edhe kemi menu që mujna me befasu njerëz dhe me fitu me arrit, do më thonë, shifra dyfishore me pik, po mund tjetë edhe më e keqja që në moment jemi në atë gjendje, me ngell vetëm me 2 ose 3 pik. Kështu që besoj që kemi kalu këtë fazën e keqe këtë lojve që kemi pas, tash më mrena fojzave kemi ndeshjet me kundërshtar tonë që mujna, po pak më të leta që mujna me fitu ndeshje, ekipa po shihet që po punon mirë, kemi punon mirë, fatkeqësisht edhe fati nuk na ndihmoi pak në të ndeshje me Bilbao, ne barazhëm lojën pas 2 minuta, apet e morëm gollën edhe hopëm ndeshje. Me Real Sociedad po ashtu, kështu që unë besoj i fuqishëm që Majorka është një ekip që nuk meriton me qenë në fund të tabelës, edhe jam i bindur 100% që deri në fund vitin, do më thënë pjesën e partë të kampionatit, kemi me kry mbi zonën e rrezikut. Shpresoj që ta nisni në rrugë të tillë që nga shtunja kundër Sevillës. Vedat, 5 vjet në Majorkë edhe ti që bën janar, as në liri, nëse flasim veç për karrierën si profesionist, s'ke qenë aq gjatë. Si po ndihesh në Spanjë krahasim me karrierën, ke qenë shumë vite në Turqi, por në klube të ndryshme, pastaj më shkurt në Itali, Shqipëri, Kosovë, ku e ke gjetë veten më së miri, apo fakti që je 5 vjet në Majorkë tregon që aty e ke gjetë veten më së miri? Po, besoj që po, Bajram, me të kallëzu drejt nuk erdha këtu 6, do më thonë vetëm për huazim, për 6 muaj ka qenë prej Lazios huazim, edhe fillim herën e pare pa ta refuzu ofertën se nuk dosha me arë këtu. Pastaj kur erdhi dita fundit edhe nuk pata interesime tjera, mendimi jem ka qenë me nejt Itali, pas që mësova kulturën e tyre, gjuhën e sene, po pastaj kur nuk pata oferta tjera dhe vendosa me arë këtu, edhe erdha për 6 muaj, po u bo 5 vite, kështu që e nima veten me të vërtet prej ditës parë, njerëz shumë pozitiv, besoj që është edhe ndikon pak edhe koha këtu që është gjithmonë nxehtë 12 muaj, kështu që
njerëz me personalitet, me karakter të mirë, njerëz të mirë dhe kam këtu që jetojnë këtë lagje. Po 4 Janë vedat edhe kontrollove. po janë arabot 5 vera. Jo be vedat 4 po 22-ën ke shku. O, në të 4 thuj, pra, haj. Okej. Se që, se harova se ti shtil lapshin gjithmonë. Me këto vite, me këto numra. Pjesë e madhe e karrierës në Turqi është folë edhe kohëve të fundit për një kthim mirë, po ke vendos me e vazhdu kontratën në Majorka. A në kupton kjo që mendon me qëndru deri në fund të karrierës të spakut kësaj kontrate në Majorka, apo mund të jetë një rikthim eventual në Turqi mbase? Po vetëm tashmë që din gati 4 vjet e bona këtu, kështu që Ka dhe fillu? Po, vazhdo. Okej. Po, kam edhe verës e renovova kontratën deri në 2029. Besoj fuqishëm që nëse e plotësoj gjithë kontratën që kam deri në verë 2029, do e përfundoj karrierën këtu, domethënë sipas gjitha gjasave, nëse marr edhe një apo eventualisht 2 vite kontratë edhe më shumë me vazhdu me qenë si veteran edhe këtu në klub, me ndihmu lojtar të ri që dalin, kështu që do jemi kënaqur, po sa i përket mendimi gjithmonë kam jetuar 7 vjet në Turqi dhe gjithmonë kemi pas mendimin me gruajen edhe kur flasim apo më dëgjon po? Po, vazhdo. Jo, va, alarmi po bën. Alarmi, okej, po kim. E di be, a pëlqen? A pëlqen dyrën? Haj! Po, jam, live jam, hajde qele. Vedat, po dëgjoj duke bisedu edhe me gruan. Familja ç'është adaptuar në Span? A pëlqen më shumë aty se sa Turqia? Ti tu fol se në Turqi ke. Po, besoj. Hajde përshëndetje se ishtin e kryt, hajde. Përshëndetje. Hajde Okej, se prishe intervista. Jo, se prishe, rregull. Mos e ngushto më shumë. Jo, po përshëndetje që Bajrami o zotnia jo. Përshëndetje po, si e jemi e çfarë. Përshëndetje Edibe. Mirë, faleminderit. Hajde. Ç'është Familja, po, me të vërtet jemi kënaqur gjithmonë, kemi pas edhe bisedë me gruajen që kemi jetu 8 vjet në Turqi, që është shumë edhe gjithmonë temas karrierës ku kena me jetua, kthehemi në Kosovë, jetojmë në Turqi, po prej ditës parë që erdhëm këtu edhe kjo ka një vetën me të vërtet shumë e qetë. Tjetër që do të më fitu edhe prej Kosovës e Turqisë, a? Për mas karrierës? Për mas karrierës, dule dhe mundësia që kjo po pëlqen Majorkën, edhe ti e din, shefica vendos Bajram. A ki plane tjera të ajo? Po normal, plane, si që të përshëllone kam plane. Po pak si e lidha dhe në hajgare se gjithmonë edhe kur kum pas transfera me shku, edhe pse ka momentit kur kam vendos me anë Majorkë, kom thonë që, masi që u kom vetë 6 muaj, kom thonë që ju shkoni në Kosovë me fëmije, une përshkojnë Majorkë vetëm, masi që është thuazim. Edhe pse ka kajt, më ka thonë këtë fjalë që gjithmonë me çdo transfer më thotë që nëse e shet ti të arsyeshëm edhe nëse e shet që për ty ka më bëje mirë, vazhdo. Do me thonë kur gjithmonë që të mendime, po. Sa është vështirë për futbollista, sidomos ata që kanë fëmijë që të ndrojnë, s'po të mbajmë edhe gjatë, që të ndrojnë kështu klubet edhe shtetet edhe që fëmijët më pas të adaptohen gjithmonë në një kulturë të re prej Kosovës. Okej, atëherë s'ke pas fëmijë, por në Shqipëri, pastaj Shqipëri, Turqi, Itali, Span. Këto lëvizje për fëmijët edhe për familjen sa janë të vështira? Po janë shumë vështira, sidomos, domethënë ti personalisht më kon vetë, i thu, okay, unë e pe marr çantën edhe po shkoj edhe nuk të intereson ku, po, ma let. Sa i përket normalisht dush mu konsultu me gruajen, me marr mendime, pastaj gjë që po më duket akoma më vështirë që fëmia janë adaptu, bile verës, patëm një bisedë me vajzën edhe thash, apo do më shku, thash, Turqi, mu kthy për shembull, tha jo, tha po më pëlqen Majorka, vajza 5 vjeçare, Allah se ka më 5 vjeç, domethënë po thotë jo, po më pëlqen Majorka, kështu që është shumë vështirë. Po aty mas karrierës po ndoket. Po nuk i di, Baram, ti e di se futbolli ka nuk çon, kështu që
Kështu që nuk e kemi vendosur edhe nuk jam përngut për me vendos, se nuk e dihet. Varet pi performancës, 6 muaj nuk e kalon me këtu Majorka vjen thot gjeni klub se s'po dojna me të majt më, kështu që Si e përngut dose me në janë vendos kështu. çfarë do me bëu mas karrierës, po je përgut stash me shku, kështu që apo na tregon shpejt përfund edhe çështjen e djalit, sepse e di që luan futboll, apo luan me gruponshat e Majorkës, do të shkon fillimi i karrierës, le të themi. Apo do të më talentuar se ti ajo. Alla I ri është këtë mosh me vendos, 7 po vjet, Kogja po 7 vjet. Kogja ka nevojë për me punu, po faktikisht me kazu drejt e Apo qova jep aty golla se apo po pret kalon. golla. Po, a din që është ma interesant që po pëlqen ma shumë me qenë portier. Po don mu bo portier, se po si çdo fëmijë me kçye, me kap topin e sene, edhe që po më pëlqen një sen përpos që don ai ka qef për futboll, po më pëlqen mentaliteti që ajo far inati që nëse japin gol një, Dëshira okej, për s'po fitore. nervozohet, dëshira pe man veten, kur pe pranon edhe një gol, tani po shkon te shtylla, po janis me kajt, po bërtet arsim ati trajnerit e se në kjo po më pëlqen inshallah kur rritet edhe pak mëson mu menaxhu këtë farë inatin, dëshirën e sene dhe besoj që ka me pas shumë përfitime Do me thonë, personal si një ai ditë- si personal. Një ditë mujna me kalu nga Muriç te Muriqi në port. Po inshallah kisha pas qef, normal për mu shkrenari si futbollist me pa djalin tem kur rritet me lut edhe ai për Kosovën, për shtetin ton, po nuk e di, është akoma herët, s'po du me thonë që nuk vjen sen, po s'po du me thonë që është shumë talent, po koha do na kallëzoj krejt. Vedat e di që je ngushtë me kohën, duhet vazhdosh, faleminderit shumë edhe shpresojmë që në muajin tjetër të gëzojmë me 6 pike, pse jo edhe me një të arritur që do të ishte vërtet e jashtëzakonshme për futbollin ton. Inshallah, Beran, faleminderit shumë edhe për juve, për kohën që keni nda për mu, edhe shpresoj që shihemi muajin e ardhshëm, edhe kthehemi me plot gëzim. Inshallah kthehemi 2 ditë më vonë se kena me festu tani për kualifikim. Shpresojmë që po, ndërkohë shumë suksese Inshallah. me Majorkën për ty edhe për klubin. Faleminderit shumë. Kaloni mirë. Faleminderit Vedat, tani nga Vedati do të kalojmë të një personalitet tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm i botës së futbollit, jo atij të luajtur, por i krijimit të politikave të futbollit, mirë po jo vetëm në Kosovë, por në tërë botën. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino, I cili javën e kaluar ishte në Kosovë, e vizitoi për herë të dytë prej kur mban postin e të parit të FIFA-s vendin ton, kësaj radhe u dekorua dhe me medaljen presidenciale të meritave. Gjatë asaj vizite vlet se e pati në Kosovë, zoti Infantino na e nderoi Federatën e Futbollit të Kosovës me një bisedë përkatësisht intervistë ekskluzive të cilën mund ta ndesni në vijim dhe unë këtu ju përshëndes, ju lë në shoqëri me bisedën e zhvilluar me Infantinon kurse ne takohemi një javë më vonë. Faleminderit shumë, mirëmbëjtje. Dear Mr. President, it's a true privilege and honor for me to host you for this interview on behalf of Football Federation of Kosovo and on behalf of all football family in our country, who is forever grateful and thankful to you for unconditional support during our journey in FIFA and before our membership in UEFA and FIFA. Welcome back for the second time here. How it feels to be back in Kosovo, especially on a special occasion, as today you were awarded with a Presidential's Merit Medal from the president of the country. How it feels for you personally and as a president of FIFA? Well, it feels great to be back here in Kosovo. It's fantastic to receive this honor, the Presidential Merit Medal from President Osmani herself. As FIFA president, of course, I'm extremely honored for this award. Personally, I feel a lot of emotion because I went through the whole history of Kosovo and the membership of Kosovo in UEFA first and FIFA, of course, as well. In my very first Congress as FIFA president, Kosovo was admitted in the FIFA family, and I had the honor to be the FIFA president at that time. It was 9 years ago. So next year we have something more to celebrate. 10 years. Hopefully we'll have Kosovo. Exactly. Absolutely. Great honor. Great honor. And great emotion. As you said, it's your second time here, relatively in a short period. How it feels and what are your impressions about Kosovo as a country, but especially in football sense, the development of federation and of football in general in Kosovo?
Well, let me say that first of all, that of course this medal, this award, is dedicated to Fadil Bokri. I met him many times, and if Kosovo is what it is today in terms of football, but also in terms of country, he certainly deserves a lot of praise. He embodies the resilience of the people of Kosovo, and and this is, for me, it has been a great privilege to get to know him. And if we see how Kosovo football has developed in the last 10 years since it became member of UEFA and of FIFA, it is absolutely incredible. I mean, the investments which are made by the federation for women's football, for men's football, the team. I mean, today nobody wants to come to play in Kosovo because they're all afraid they're going to lose. I mean, because the team is strong, and you have so many fans in Kosovo and around. And these are examples for the youth of a young country who needs, to build as well an identity as a country. And football certainly contributes in this respect. And we can of course look at the ranking of the national team, but we can look at the results as well. We can look at the youth teams. We can look at the passion which continues to grow. We can look at the local league as well. We can look at all the players from Kosovo, maybe second generation, Some of them third as well. some of them third generation, exactly, who love their country and who come back to play for their national team. I think this shows that the work which is done here is excellent. I'm aware that you have been here 2 times, but very short time, and you maybe couldn't see a lot around, but for sure you got information from people around you about the impact that FIFA programs have had on development that you mentioned. And what are your thoughts on the in general development that our football is making, on the journey that our football it is, and for the impact that FIFA has had through its programs on this development? Well, I think that the impact that FIFA is having and UEFA, of course, here in Kosovo is very big. But I have to say as well that, we give to every country the same allocation. Then it depends what the country does with it. Yeah, exactly. That's why I'm asking. And in Kosovo, you see, with my friend Agim, his teams, the work which has been done is absolutely excellent. We can see it when we see the referees. We can see when we see the youth development, the youth teams. The talent that you have will not come out if we don't work on it, if we don't foster it. And the work that is done is really exceptional. Because, of course, it is a young country. It is a country that is still building, right? So the contribution of football in the country itself is, I think, very important. And the work that is done by the federation, I can only compliment them and congratulate them for what they've done so far. I think the next phase, if I can say that as well, must be in collaboration with UEFA, FIFA, and the government as well, to invest in infrastructure. That's our most fragile point. 100%. This is what we need to be at the top level in Europe as well. And then, of course, that we need your support also to push a bit through the institutions here. 100%. Use your connections with our president of state as well. Believe me, I'm doing that. I will do that. I said it in my speech earlier. You have to believe in the youth. You have to invest. As a country, this is investment in a dream, in an opportunity, in a hope for children. Not every child will become a professional player. And that's not the objective. But the objective is to educate, to give chances, to give opportunities. And football is so important for so many reasons, not just to play as a game, but to educate children. For this, we need infrastructure. We need field, we need stadium. We need a projection into the future that I'm sure the government will take on board as well. You mentioned earlier also the cooperation that you have with the president of Football Federation of Kosovo, Mr. Agim Ademi, who lately has been named also in FIFA Institutional Relations Committee. How do you evaluate the cooperation that you have with him personally and the projects that are ongoing in the football of Kosovo led by him? Yeah, well, I have a great relationship with
Agim Ademi, of course. I congratulate him for having been nominated as a member of the Institutional Relations Committee of FIFA for the first time. I know him for many, many years as well. We know each other, know what he's doing for football, and he's doing a lot in an environment which is not always easy. Let's face it. But he has the heart on the right side, right? He has the heart on the right side. He does his work together with his team with a lot of passion, and he can touch as well the right sentiments and the right feelings and the right emotions of so many players who I was speaking with him even earlier today, so many players from Kosovo who were born and grew up outside of Kosovo. Yes, Germany. Exactly, in Switzerland. I know many of them. When Kosovo did not yet exist as a country, they were playing for the Swiss national team, for example, in Shaqiri, maybe the best player Kosovo had he'd ever played for Kosovo because Kosovo did not exist. And for them, I only that time, of course. But all these players, they feel a lot because their parents had to leave there to immigrate in another country, but they grew up with the roots of their country, and the federation, Agim and his team, they know and they can touch, I think, these feelings. And this is very important because the identity of a country is very important. Whilst we're friends with everyone, but we have to feel the heart is beating for a country, and for people of Kosovo, it's this pride which It was a big privilege and honor for me to host you on this interview. Thank you for everything you have done for our country and for our football. Thank you very much. Thanks again for the honor given to me. How do you say thank you in Albanian? Faleminderit. Kosovo, thank you very much. Great pleasure and great honor. Thanks a lot. Thank you. A dini kush e bën lojën me ecë? Jo vetëm lojtarët, po mbrapa tyne ekziston një ekip I madh që ndihmon në organizimin e ndeshjeve. Sot kemi me pas mundësinë me u njoftu me gjithë stafin organizativ edhe me pas se cilat janë përgjegjësitë e tyne. Ja ku nis loja jonë. Përshëndetje. A je lodh? Jo, ka pak. Po du me të pyet apo më tregon cili është roli I home match menaxherit shkodran? Unë jam shkodran Roma, punoj në Federatën e Futbollit të Kosovës. Rolin e kam pozicionin për lojtë e kombëtarës Kosovës si match menaxher. Është pozicion me përgjegjësi cilën unë e kam me organizu lojën në rregullat e UEFA-s dhe FIFA-s. A ki përgjegjësi të mëdha, a ki përgjegjësi më të madhe te, a është dikush tjetër që të ndihmon nëpër fusha të ndryshme? Përgjegjësia është më e madhe te unë, po e kam ekipin që nuk mërzit na shumë se punë të kena në set, kështu që nuk ma me mena që kena me pas ndonjë problem. Faleminderit shumë Shkodran, suksese ty edhe ekipit. Faleminderit shumë. Përshëndetje Patrik. Përshëndetje. Patrik, apo na tregon cila është pozita jote në organizimin e ndeshjeve? Pozita përgjegjës për siguri. Përgjegjës për siguri. A është punë me përgjegjësi të madhe edhe apo mundesh me ja dal, a ki dikon që e ki mas? Është punë me përgjegjësi, detajet nuk janë bashkë të gjitha për mu zbulu, po kemi mbas, kemi. Në rinë mbas, në rinë edhe institucionet të shtetit. A ki diçka që mundesh më na tregu në i punë, ose diçka që është e lejushme me ditë? Po, mujmë me folë për zonimin e stadiumit, është një sistem I cili na përcakton lëvizjet brenda stadiumit edhe na lejon, dhe me thonë, qarkullimin e papenguar. Si që e sheh, këtu e kena një plakat, cila na përcakton dhe me thonë akreditimet e ndryshme, cilat kanë drejt lëvizje ose hyrje në ashensor për në një zonë tjetër. Përcaktuar. Faleminderit shumë Patrik, punë të mbarë. S'ka përse, faleminderit shumë.
Pozita jem në organizimin e ndeshjeve është UEFA Local Assistant. Do më thonë përgjithësia imja është që çdo individ që ndihmon në realizimin edhe në organizimin e ndeshjes të jetë i pajisur me akreditime edhe me gjithçka që e mundson edhe lehtëson punën e tyre që me u bë sa më perfekte. Hej Gent, a e lodh? A po më tregon çka je tu punu për momentin? Jena tu e testu një sinjal të varit për giant screen, që tu jena në dhomën e kablimit komplet stadiumit. Okej. Po, a shkojna provave që edhe këshyru ma është tu punu. Okej, tash kena me vizitu TV Compound, është një pozicion ku parkohen krejt produksioni, vari, gjeneraturi, komplet pajisje që për mu realizu një ndeshje. Është edhe produksioni për realizimin e emisionit para dhe pas ndeshjes. Po janë do pozicione që nuk mujna mi rekordu. Kjo që pesheni tash, krejt kjo është dhuma e regjis, prej kësoj dhume realizohen krejt ndeshjet e Kosovës. Faleminderit shumë Gent. S'ka përse. Punë të mbarë. Faleminderit. Dardan, na e dim që je përgjegjës për krejt teknologji në stadion, po apo na tregon çka je tu punu për momentin? Ne jemi të i bo para përgatitit e fundit para ndeshjes, na para fillimit të çdo ndeshje i testojmë hyrje daljet e stadionit, ku secila bilet duhet të skenohet në përlexuesit e dyrve. Çdo bilet ka një barkod ose një QR kod që kalon përmes këtyre sistemit të dyrve. Përshëndetje Blerem, a mundesh me më tregu se cila është puna jote gjatë organizimit të një ndeshjeje? Po, puna ime është në testimi i ndryshimit, 3 ditë para lojës, i testojna gjitha pajisjet që i kena këtu, të morë parasysh me leda, me rrjetin që i kem në objekt të koblat optike, i testojna çdo lidhjet, i kem 7 dhoma teknike, cilat për të kujdesmi çdo herë që t'jenë në rregull. Edhe po ashtu gjatë lojës na i mbojnë edhe bledat që i kena në fushë që vendosin reklamat. Kjo është puna ime gjatë një ndeshje. Faleminderit shumë Blerem, suksese. Faleminderit. Alba, për momentin jena në zonën VIP, a mundesh më na tregu se çka është tu punu për momentin? Po, kjo është zona VIP e stadiumit Fadil Vukri, edhe krejt ata të cilët i blejnë biletat VIP janë përfitues të një pjesës që quajmë në hospitality ose mikpritje. Ata këto mujnë në half time, në mes të dy pjesëve me u shërby me pije edhe me ushqim. Aktualisht jemi tu i pa përgatitjet e fundit të Emeraldi, që është kontraktori unë, që ata e bujnë komplet këtë pjesën e shërbimit në mes të dy pjesëve. Këta i kryen krejt përgatitjet ma herët, bojnë krejt kontrollat e sigurisë edhe mandej hapën dyrt për publikun. Për përpos kësaj zone, si pjesë e hospitalit edhe mikpritjes, janë edhe disa zona të tjera, janë pikat e shitjes të cilat janë të organizuar përreth krejt stadiumit, sepse në momentin kur për shkaqe të sigurisë nuk i lojmë me shti as ushqim edhe as pije në stadion, normalisht që duhet me u mundsu pikat ku ata mujnë me u shërby me lëngje edhe me ujë, edhe është pjesa e VVIP, se cila është protokolli shtetënor presidencial i Federatës së Futbollit, që janë të ftuar ambasadorët, presidentja e shtetit edhe janë mysafir të presidentit Ademi të Federatës me të cilët na luajmë. Kësa herë po flasim për Sloveninë, kështu që do të kemi aty prezent mysafir nga Federata e Slovenisë. Që tash po shkojmë bashkë në zonën nalt, është një zonë që është veç për 36 vjet, edhe është zonë që nuk ka njerëz të tjerë qasje, edhe e shohim edhe atje që janë të shku përgatitjet e fundit për atë pjesë të mikpritjes atje nalt, janë 2 zonja të tjera të cilat kujdesen, Merita dhe Besarta, edhe besoj që kemi me i taku edhe ato shumë shpejt.
Shtojmë boksat, stadiumi Fadil Vukri gjithsej ka 13 boksa, kryesisht to shërbejnë për mysafirë ndërkombëtar, të cilët gjithmonë i kemi vizitorë në ndeshjet e kombëtare së Kosovës, edhe po ashtu për familjarët e lojtarëve, të cilët ndonë se jetojnë shumica është Kosovës, ata vijnë për me i përkrah fëmijët e tyre në ndeshjet e kombëtarës. Ekskluziviteti i këtij boksi është që është përmi tribinën perëndimore, është pika më e lartë e stadiumit, edhe këtu ka po ashtu catering nga mikpritja, edhe ekskluziviteti tjetër është që përpos kësaj pjesës tonë mund me dalë edhe jashtë, mund me marrë me neve po qysh shihet jashtë. Kjo është pamja prej terasave të boksit edhe cilësohen se vendet ma ekskluzive nëse mujmë me i qujt në stadiumin Fadil Vukri. Për momentin jemi te media tribuna, kjo është pjesa ku qëndrojnë gazetarët të cilët akreditohen, prej këtu secili prej tyre ka mundësinë me përcjell ndeshjen edhe në fund me raportu prej saj. Për momentin, po gjindemi përballë tribunës më të zhurmshme, tribunës më frymëzuesve, tribunës së Dardanëve. Të pranishëm e kemi një prej anëtarëve të Dardanëve, i cili do të na tregojë se çka janë duke punuar për momentin. Përshëndetje. Përshëndetje. Qysh je ende, a je mirë apo na tregon çka jeni të punuar për momentin edhe a jeni të gatshëm për këtë ndeshje? Po, për këtë ndeshje jemi përgatit për afërsisht që një muaj, e kemi punu koreografinë që e kemi këtu. Edhe jemi të bëu gati për një atmosferë të zjarrtët. Faleminderit shumë ande, punë të mbar. Faleminderit shumë. Erik, këtu jena të dhoma kontrolin stadiumin Fadil Vukri. Këtu monitora këto që po i sheni, kjo është CCTV-ja, kamerat e sigurisë komplet stadiumit. Gjithsej kamerat e sigurisë në stadium janë 193. Okej. Do me thonë, është i mbulum komplet stadiumi. Këta kompjutera këtu që pesheni edhe këta djemt, këtu për shambull Angeli është announcement i stadiumit. Përshëndetje Angel. Përshëndetje Erika. Korobi është giant screen operator. Ç'kemi korab? Përshëndetje Erika. Edhe Boka është operator. Përshëndetje Boka, a jeni lodhur? Letit marketingut. Shkodran jemi saktësisht një orë para hapjes së dyrëve të stadionit. A mundesh më tregu cilat janë përgatitjet e fundit që po bëhen? Tash jemi të bëu përgatitjen e fundit për ceremoninë, e cila është para se fillimit ndeshjes. Po ashtu e kemi kryer të sigurimin, gjithçka fusha është gati, veç shpresojmë me fitu. Faleminderit shumë Shkodrane, suksese, inshallah fitojmë. Aktualisht, mbrapa nesh, po shihni provën e fundit të ceremonisë së hapjes së ndeshjes. Zonja dhe zotri, ju lutem ngrijuni në këmbë për të respektuar himnin kombëtar të Suetisë. Përshëndetje djem, a jeni lodh? Ilir, po na tregon cila është puna jote gjatë organizimit të ndeshjeve? Gjatë organizimit të ndeshjeve puna jam si menaxher i logjistikës. Unë e merra me gjithë çdo ushqim që duam për lojtar, zakonisht me proteina, merra me fruta plus fruta tata. Mandej uji, si zakonisht gjithmonë duhet me qenë uji, si shpeshin edhe ujin. Mandej kemi edhe Nescafe, çaj, maslojës, kur të lodhë lojtarë zakonisht pinë çaj ose kafe.
Do më thonë qëto janë preferencat? Preferencat që i kërkojnë zakonisht menaxherat e Federatës së Futbollit për lojtar. Faleminderit shumë, i lërë punë të marë. Ishte kënaqësi. Përshëndetje djema, qysh jeni? Po vi po ulan qëto të jo pak. A jeni lodh? A po më tregoni që jeni të punu për momentin edhe cila është pozita juj në organizim të ndeshjeve, Florent? Përshëndetje Erika. Për momentin jena të e bo videon e zhështorës, që është gjithçka gati, edhe me postu në rrjetet sociale. Pozita jam në gjatë ndeshjes është video rilcat që postohen në rrjetet sociale. Njëherë bojna stadiumin, gjithçka gati. Tani zhështoren, kur të vinë lojtarët edhe në ndeshje kena detyrë me marrë prapaskenat, tifozat, të i në stadion, të u gëzu, diçka që nuk shihen në televizion. Krejt që ka na shojmë do me thonë është prej juve. Po, sa i përket videove. Po. Faleminderit shumë Florent, kushtrim, apo më tregon ti që ai të bo? Po, shëndetje dhe për Erika, po për momentin jam të bo gati pjesën e line-upit. Pozita jem është dizajner grafik, për me përfundu këtë pjesën tem, do më thonë prej thirrjes të kombëtarës deri te përfundimi i lojës. Faleminderit shumë djema, punë të mbare, suksese sonte. Suksese. ndodh në fush, por edhe ne jemi pjesë e saj. Ky është stafi organizativ I Federatës së Futbollit. Faleminderit për vëmendjen.